një vend ku lahuta flet, çiftelia këndon dhe tradita bëhet fest. Ai vend është qafa e Predelecit. Më 26 korrik mos mungoni në festën e Shnapretes, nga famullia me iniciativën e kujdesin e Ad Viktor Demaj, mbështetjen e bashkëdhetarëve në diasporë, në bashkëpunim me shoqatën kulturore Jehona e Kelmendit, me drejtuesen e mirënjohur artistike Dila Vaçaj, jo vetëm në këtë festë, por në shumë festa të Kelmendit. Në orën 12 mesha shenjtë, më pas ora 13 një festë e madhe me këngë, vadhe dhe tradita që jetojnë brez pas brezi. Nuset e Kelmendit dalin në log, në oborin Parakishës. Do të kumboj zëri lahutarit Luigi Gjerkaj. Atmosfera do të nizet nga ritmet e këngëve të interpretuara nga Besik Pepushaj e Daniel Lumaj. Ka zgjedhur t'i bashkohet festës Gjovalin Proni. Së bashku me vadhe tradicionale, kombinuar me lojrat popullore, ngritjen e bajrakut, vallen e shpatave, tërheqjen e litarit, loja biz e të tjerë dhe plot surprize për ju. Kur programi të përfundoj, festa vazhdon me të gjithë. Mos e humni, më 26 korrik ejani në qafën e Predelecit, Lepush Malësie Madhe. Festa e Shnapretes ju pret të përjetoni krenarin, traditën dhe shpirtin e vërtet të malësisë.